Prej disa ditësh në rrjetet sociale kanë qarkulluar aludime për një ndarje të mundshme mes këngëtares së njohur Fifi dhe partnerit të saj Adis Patushi. Shkak për këto spekulime u bë zhdukja e disa fotografive të përbashkëta të çiftit nga platformat e tyre online, gjë që solli reagime të shumta nga ndjekësit e tyre besnik. Megjithatë, burimet të afërta me çiftin kanë hedhur poshtë çdo thashëthem për ndarje, raporton Prive. Sipas tyre, marrëdhënia mes Fifit dhe Adisit vazhdon pa probleme, ndërsa vendimi për të hequr disa postime nga rrjetet sociale nuk ka lidhje me ndonjë krizë, por është një zgjedhje personale që reflekton një qasje më private ndaj jetës së tyre. Si Fifi, ashtu edhe Adisi janë aktualisht të përqendruar në angazhimet e tyre individuale, si në jetën personale, ashtu edhe në projekte profesionale që po zhvillojnë paralelisht. Mungesa e ekspozimit publik nuk përputhet domosdoshmërisht në probleme në çift, por më shumë në një dëshirë për të ruajtur intimitetin.